Blegtoria nuk po kalon ditët e saj më të mira në qarkun e Vlorës. Në fshatrat e bashkisë, dikur të njohura për tufat e shumta dhe prodhimet e bollshme, sot panorama ka ndryshuar ndjeshëm. Gjithnjë më shumë blegtoria po kufizohet në ekonomitë e vogla familjare që mbajnë vetëm disa krer bagëti për nevojat e përditshme. Siç shfaqin dhe pamjet e televizionit 6+1 Vlora në fshatin Sherisht, bagëtit kullosin në tokat përreth shtëpive, por numri i tyre është dukshëm më i ulët se dikur. Ferma të mëdha pothuajse nuk ekzistojnë më, ndërsa stallat e dikurshme janë kthyer në kujtime të një kohe kur blegtoria ishte një nga shtyllat kryesore të ekonomisë lokale. Arsyet janë të shumta. Së pari, largimi i të rinjve drejt qyteteve apo emigracionit ka sjellë mungesë të fuqisë punëtore. Puna në blegtori kërkon përkushtim, durim dhe praninë e përditshme në fermë, çka e bën të vështirë mbajtjen gjallë të aktivitetit pa ndihmën e brezave të rinj. Për pasojë, shumë familje kanë zgjedhur të mbajnë vetëm disa krerë për konsum vetjak, për qumshtin dhe produktet e përditshme, ndërsa prodhimi për treg është thuajse zhdukur. Në Sherisht, si në shumë fshatra të tjerë të Vlorës, jeta në fermë po shuhet ngadalë. Banorët e mbetur përpiqen të ruajnë traditën, por gjithnjë më shpesh dëgohet pyetja: a ka ende të ardhmë blegtoria në këto zona? Në kushtet kur nuk ka njerëz dhe janë larguar, përgjigjja mbetet brenda vetë pyetjes.